Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku redaksia e emisionit Pa Gjurmë ditën e sotme do të sjellë një konflikt familjar që vjen nga Devolli i Korçës. Dy të rinj, të cilët prej disa vitesh ishin të martuar për shkak të shumë konflikteve, nusja e shtëpisë ka marrë djalin e vogël, është larguar nga banesa shkurtin e këtij viti dhe babai nuk ka asnjë kontakt me të birin e tij. E në fakt Niko Keço, ky i ri, i cili ka humbur kontaktet me të birin e tij prej tetorit të këtij viti, ndodhet me mua në studio, por ka vendosur që ditën e sotme imazhin e tij ta mbuloj, jo për shkak të paragjykimeve, por ndoshta për shkak të çdo emocioni që mund të përjetojë drejt për së drejti nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Ai nuk ka ardhur vetëm, është shoqëruar nga babai i tij, nga zoti Miço Keço, dhe unë dua t'i përshëndes. Miço, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Dhe mua vjen keq që nusja e djalit ka ikur nga shtëpia dhe ka humbur kontaktet me nipin. Po. Ditën e sotme do marrëfesh të histori, po më lejo të përshëndes edhe djalin tuaj, Niko. Niko, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje gjithëve. Mirë se u gjetë. Por sot unë kam vendosur të ftoj dhe juriste Nexhi Beqiri, e cila padyshim në çdo emision që kemi probleme familjare, e ftojmë sepse padyshim dhe anën ligjore e njeh shumë mirë. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se u gjeta. Mund të vazhdoj? Do vazhdojmë. Gjithkohon televizive do i vënë dispozicion sot për historinë tuaj, por përpara se ju të na tregoni se çfarë ka ndodhur, unë dua të prezantoj një material, një kronik që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur për këtë histori, të njihemi me historinë dhe rikthehemi për të dëgjuar rrëfimin e Nikos me babain e tij Miço, të cilët do denoncojnë sot nusen Elidona Keço. Një histori familjare mbushur me dyshime dhe akuza të rënda vjen sot përmes rrëfimit të familjes Keço. Sipas tyre, çdo gjë nisi në momentin kur në jetën e çiftit u shfaq një person i panjohur që kërkonte nusën e djalit për ta marrë jashtë shtetit. Vjeri, Miço Keço, rrëfen se familja u vu përballë në kërkese të pazakontë, ndërsa nusja kishte pranuar se nuk i njinte këtë person. Sipas tij, ajo kishte komunikuar me të mëherët, fakt që ngjallin dyshime dhe tensione të forta brenda familjes. Bashkëshorti i saj Niko tregon se u kthye enkas nga Greqia, pasi kishte mësuar se nusja e tij kishte pasur komunikime në rrjetet sociale me një tjetër burr. Por versioni i Vjerit është edhe më i ashpër. Ai pretendon se nusja nuk kujdese as për fëmijën e saj dhe se shpesh shtirej si e sëmur për të shmangur përgjegjësitë familjare. Sipas tij, familja nuk i kishte kursyer mbështetjen ekonomike dhe morale. Miço shpreh i bindur se nusja i ka tradhtuar djalin e tij, duke konsideruar tradhtin si shkakun kryesor të shpërbërjes së familjes. Nga ana tjetër, Niko rrëfen se e fali bashkëshorten, pasi ajo kishte kërcënuar se do t'i merrte jetën vetes. Ai thotë se nuk donte të prishte familjen, por sipas tij, tradhtia vazhdoi edhe pas faljes. Sot në studio ai kërkon djalin e tij, duke pretenduar se me të do të rritet më mirë se sa me maman. Kjo është historia e familjes Keço, dashumish nga Devolli i Korçës, dhe zoti Miço do ta nis me ju, sepse më the fjalën ma jep mua të parin dhe do të respektoj dhe për shkak të moshës. Nga informacionet që mora, keni qenë ju që e keni përcjell nusen ditën e fundit. Çfarë ka ndodhur atë ditë? Me 26 korik, në erdhi një person me emrin Valter Gjilolari. Në shtëpinë tuaj? Në shtëpinë time. Ky s'ka qenë. Vitin e kaluar. Ka qenë Greqi. Ka qenë në emigracion në Greqi, po? Erdhi unë sapo kishte erdhur nga puna. E ushtriva. Të ri të çlodhen pak edhe pastaj të hajnë kafshore buke. Po pas arriva të urgjon kur me lajmërojnë që erdhi një të ka sjell një mik në cent. Dalun në portë jashtë me në rrugë, atje shikoj. Ore, thashun, po pëngaj ati, thashun, unë jam nga Korça. Po qarë do, thashun? Nuk e dite që jam unë. Që lovi shansi që dola si pyka tjerë. Edhe kjo nuk e dinte, se s'kishë, e rigroja që edhe ajo që e vetë në shpi. Ore, thashun, unë shtë njohë, thashun, asë me një, asë të njohë. Një i panjohër që mbriti shpinë tuaj? I panjohër. Po? Unë jam nga Korça, tha, edhe ke marrë dhe babi tem, tha, ca mobile vjetërsira, thati. Ore, fo njerës bëndi oro djalin basë. E duke i folë kështu, duke shtyre në zora nga porta. E shpora gjenë nga klupi, i dhashe një 2 bira atje. I ke thashun në shpitende, edhe ma thyre kështu dhe shpite botës thashun. More dhe shmora. E për qolla unë. E unë vajta di ku kisha punën teme.
Kur këthejmë për në shtëpi pasha kur e gjenë mund mes të rrugës. Pa vajtu në sheshi i fshatit atje. Ki vajtu në shtëpi teme kishë bërë fjallë me gronë edhe me qumën teme. Edhe ata që kishin sjellë, kishin thënë që kishte një copë letër në dorë, e kishte tërë pjesëtarët e familjes me emra, me mbiemra të tërë. Edhe qupën që Po kisha çfarë lidhje kishte ky me nusën e djalit? Urdhë? Çfarë lidhje kishte ky person i panjohur me nusën e djalit? Po këtu tash, këtu edhe neve po çuditemi, po bëjmë kryq, kur i them një llaf ne ande nga Korça. Po Ju dyshoni që ky person i panjohur erdhi për nusën e Nikos? Djali ishte në emigracion dhe ai erdhi në shtëpi. E më thot i me shoqe, po hashim, po rrishim me ti me shoqe. Sa bënë fjallën e porta në shtëpia në porta e jashtme, mirë pa qupa që shtazane kishë edhe për pushime nga Greqia, të rinte. Vajza juaj. E për 2 muaj zvinte do të pasaj, qupa ime. E kur edhe pasaj më thotë qupa, unë s'kisha që i benja, unë o babi, tha që unë, po t'isha një gjendje, tha unë, i binja me vashtartë këtu, tha. Të mos e zgjatë përfundimisht, i gjeta atje ku thash. Po. Më për nuk lalaf atje pa thënë, që mbani këtë ndërësire, që mbani këtë... Për ka? Për nusën. Po mira i tha gore, po ti që do? Kur më thotë mua, i me shoqe, për që nge fjalla tha për mobilet e vjetëra, po se ishe tjesë, zori fjallin, kur... Pra, a i kishtë ardhë për nusën e djalit? Nusën. E thrishat e mes të fshatit. Unë do të ama nusën, tha, po mirë më i tha i me shoqe, që do, kur shbeka që nga e këtirë si po tha, ti, përse e do këte, tha ti. Unë e do të ndërë jashteti me gjithë djale, tha. Po një i marë që vjen në shtëpi dhe... Këtu pasaj... Por nusja si reagoj në momenti që erdi ky person, le të themi që kishtë ardhur engas për të, si reagoj? Për të punë, e kishtë tërë pjesat e familjeshime që kanë fëmijën dhe Greqi, i kishtë tërë të shënë. Nusja, si reagoj nusja e djalit? Nusja e djalit, ku e njohën këta, ku e njohën këta e vjitë, ku e njohën këta të palarë, ku e njohën këta indiot. Po me se erdi, thashun, kë njeri mojë qupë, thashun. Po se erdi kë burë, thashun, këtu bëshpi, thashun. Si ka mundësi. Për fundit mos e zgjas, lajmërova policin bilisht. Erdi policia në shtëpi, edhe kërplaku erdi në shtëpi. Sa polici kur i ra njerë që i ra kapa për dhe, ore i tha ati policit, mos në bjerë mua të marrë është kapën kësho, tha, se nuk lejohet, tha. E pasaj a i hoqja një 2 herë. Këti valte gjirova. Ti e denoncove në polici, por djali juaj, Niko, sa po e mësoj problemi që një person i panjohur kishte ardhur në shtëpi për gruan e tij, nga Greqia vjen me urgjencë. Niko dhe, ja, më lijo të ma tregoj Niko këtë pjesë. Niko, ti vjen me urgjencë nga Greqia, vjen në Devoll, çfarë të thot gruaja? Po ka qenë data 29 korrik i vitit kaluar, pas 3 ditësh që ndodhi ky incidenti. Erda nuk më tha gjë gruaja, as falis kërkovi asgjë, po unë jam edhe i qetë midis brenda ambientit familjar, nuk janë... Duhet imi pak dhe të me këmbë në tokë. Nëse ajo kishte lidhje me atë person... Jo, me atë person kishte lidhje, normalisht që kishte lidhje, sepse një person... Si e faktua ty dhe zbulua që ajo kishte lidhje me këtë? Faktuan sepse edhe unë pata kontakte me personin në fjalë. Ju e takuat personin në fjalë? Jo, nuk e takova, thjesht kam biseduar. Po, dhe çfarë ju I komunikon? mora informacionet, plotësisht, se unë bazohem diku pa flas, nuk flas para kohë për asnjë gjë. Dhe e vërteta ishte që kishte biseduar kjo. Kishte biseduar. Siç e ka planuar edhe me pjesën e telefonit, siç e ka në rrjetet sociale. Në TikTok, po. Pra ky person, siç e ka deklaruar edhe vit kur ka bërë atë intervistën. do me thënë, le të themi që ky person nuk ishte ardhur kot në shtëpinë tuaj. Kemi video në telefon me figurë, video komplet. Mu të vi kot një persone kur thotë që unë dua këto të nxjerrja shtetit e gjëra të tilla. S'ka rëndësi, unë era nga Greqia. Po. Me idenë që të sqarohemi pak gjërat me gruan, por ajo falje nuk di të kërkojë. Janë një që unë se kam dëgjuar ndonjëherë në 7 vjet të kërkoj falje, pasi që unë e fala, sepse unë shkoj gjërat e mëdha, në jetë nuk shkoj një moment. E mori për dopsi do shta falje, nuk e di, unë prapë do ta shoja në jati vet. Po ishte një situatë e tillë që edhe jati nuk e pranonte. Nuk e pranonte në shtëpi, se kishte deklaruar diku ajo që unë do vetë të mbyte. Sepse ajo çfarë thotë sot mund ta veproj pas një muaji, pas një viti. Por kur ju e falët, vazhdoi jetesa. Po, sa vazhdoi normalisht. Jo, ja të them unë. Domethënë çfarë ndodhi? Djali juaj e fali. Edhe e mbuluam. Këtë, u lidhëm me t'jatin, me Gjemali, edhe e mbuluam për irë të asë fëmije. Ky nuk u deshtet, ta them drejt. Jo vumën se unë kam 3 djemë edhe në qupë. Me jeti kesh, po? Edhe ata, hepre e berë jo tash i falja për fëmijin tash. Gjuna për fëmijin, vete fëmija, i heq fëmija këto kusure. Këto që bëri kjo për shumë dhe për fëmija, qëfaj ka fëmija. Edhe e mbuluam në neve. E mbuluam, po tash i ti pikaspim ndonjë, ti diktomi ndonjë gjë, se ajo 7 vjeç e mbajta unë, një ditë nuk ka vajta unë punë. Dhe talimi pak, ja ku i ka këto, shikoj. Shikoj, se i ka marrë me vete këto se thotë unë kam punuar, kam bërë, shiko.
Këta është mjaltet porositur, apo stafat. I kam gjitha me foto unë që ka bërë porosia, po s'ka Tu më problem. shblete, doktori, na i s'kemi doktori fajt, që merr me Pra, këto. ju keni sjellë një qese me ilaçe që mos i trajtojmë ashtu ilaçet, ngri lart Jo, qesen, jo, të po ti lutem. tregoj ty, jo. Mund ta mbash në Këto kishte mungesë hekuri, po lind pyeta që të kesh mungesë hekuri, nuk plotësohet të rri me gjak. Që të mos plotësohet të rri me gjak, ke të vjella, dhimbe koke, ulet e son. Aso i vinde, apo stafat për atë ka marrë çupa ma këtu nga rje, jam atë atensione, 2 herë 3 herë ditet. Sa u binte si Pra, pul. ti po më tregon që je kujdesur për nusën e djalit për shkak të problemeve që ka pasur ajo. Për çupën jam Të kujdes. gjithë jemi kujdesur. Për çupën time që kam Greqi, nuk kam kujdes aq sa për ata. Edhe pyeteni, nëse i kam munguar një gjë më të votë kasoj, unë duhet të eliminojmë komplet si familje. Tër familja, të shduket di me familja ime, mos kukitmi me nga keco, me për keco atë dhe lagjet. Miço, unë e di që je i shqetësuar, por mos e Shumë. përjeton në ekstrem S'ka ndarjen. lidhje kjo. Të ju jeni të qetë që gjithë shka duhesh bërë për nusën e djalit e keni bërë. Po. S'keni pse të shqetësoni tani. Ajo ka bërë zgjedhjen e vetë, kështu që ju jeni në dakor. rregull. Po, Ju nuk e jeni në të ndalon tjetër, drejtën ka tuaj qenë atë. që e keni vlerësuar Po, si nusën po e që të më djalit. punon të kështu, jam thot mbrap me tash do t'i them. Por do mi tregosh të gjitha, por Po. dua të të pyes pak. Ti më the që ka jetuar 7 vite me ne, Pa ça. pa punuar, si ka qenë sjellja e saj? Ajo herë rinte ti fliste. Sa vetë me telefon mere. Asnjë punë tjetër. Ja ta pyeti dë sytone këtu. E shpure fëmijën dhe kopshin një nuk e shpuri. Sa ato të kopshin dhe, po që se si e Lejli Dona? Po e me, në që kësi pa qef edhe. Po, di pa qef, di pa qef. Tër jam pa qef, tër mojnë pa qef është kjo? Se nuk kujdesesh as për djalin e saj? Ishte ju që kujdesesh, se babai ka qenë në Greqi. Nuk mundet. Ne, me ti me shoqe, të dy. E kam Të provuar, dy për nuk atë. mundet zonja Odeta, nuk mundet ajo. Nuk mundet. Niko, ti u dashurove dhe u martove dhe do të pyes ditën e sotme për të më treguar se si u njohe me këtë vajzë, që sot po më tregon që kjo nënë është e paaft. Po jo, pra unë e pranova, unë e dija që ishte ashtu, po unë besoj Jo, dime se që kur bëri vizita dhe doktori grave, Sepse të kesh mungesë ekuri nuk është ndonjë problem serioz, Jo, ëh? jo, e ka- Mungesë ekuri ka Jo. pjesa më e madhe e gjithë Jo, grave jo, në ka Shqipëri. Ja, jam e të di, qartë, anemia Dhe ka nuk- serioz, nuk është anemia problemi kryesor, po jo, them. anemia në 20%, unë e di. Po anemia ka shumë tërë serioze. maksimale 16, apo e ka 8. Djali ka 11. E kur i bëri vizitë doktor ku beti me barë. Nuk e kemi, i tha, doktori e ke trashëguar, tha, nga tante nga jo tem, tha. Mi më falë, po pse po i nxjerr gjithë këto argumente tani që ajo është e smur? Juve jo, i pra, ta e të di, pra me- që ti këteja, e di, prandaj që jo, japim drejtim, si thamë ne drejtim muhabetit. E qartë, por pse po e thoni pikërisht këtë gjë që E di- ajo është e smur? që s'mundet ta mbaj ndërkohë që djalin. ju po thoni që jeni interesuar E di të që tha- ajo të ketë një Jo, shëndet të më mirë. fal. bëjmë një shkëputje të detyrueshme, se kam të detyrueshme për të përgjeni kaluar për në një se- këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe sot po flasim për historinë e një çifti nga Devolli, bëhet fjalë për Elidona dhe Niko Keço, të cilët fatkeqësisht janë ndarë me njëri tjetrin, por gjithë problemi ngelet djali tyre 6 vjeçar, ku nëna është larguar me djalin dhe babai sot nuk ka kontakte me të birin. I dashur Niko, dua të pyes ditën e sotme. Je njohur me Elidonën përpara 7 viteve. Ka qenë një njohje me blesëri, me dashuri, si e njohur? Me kështu, pjesë telefoni dhe pas u takuam vetë. Pra, keni qenë ju të rinj që jeni njohur me njëri tjetrin. Vendosët të martoheshit, pra dashurin të Akurorzonit, u martuat dhe erdhi nuse në shtëpi. Po. Në ato 7 vite, pa ndodhur ai problem që një pa njohur erdhi në shtëpi, gacmoi gruan tënde, si ka qenë jetesa jote me Elidonën? Po shumë mirë ka qenë Odeta sepse çdo gjë që kishte nevojë ajo ne ja plotsomi. Plus edhe unë e shikoja që kur kishte nevojë për diçka unë e pyesja. Se unë njëri ndjeshim që i kupton nevojat e dikujt, sidomos të gruas, po e po. Edhe besoja në vetja edhe besoja akoma ja plotsoja të gjitha. Po kish raste edhe ajo nuk pranonte. Gjithmonë i thosha, do punoj, do bëj kaq lek, do marrim këtë gjë për të ardhmen. Nuk plotësimi i nevojave nuk është ushqimi dhe rrobat. Jo, të mirëkuptohemi për këtë pjesë. Jo. Se gjithmonë shumë burra që kanë patur në studio, pa të paragjykuar, se kam me ju, por shumë burra që kanë në studio thotë që unë ja plotësoja nevojat gruas, si çoja ushqimin, i blija rrobat, por nuk besoj që është kjo. Jo, nuk është ajo. Pra. Jeta e luksit është ndryshe me jetën e Jo, nuk unë flas për luks, është tjetër luks. Elidona mos do të jetë luksi, me këtë që është njohur që ka prishur familjen e vet, kjo është pjesë tjetër. Nuk. Ja, të lutem, zoti Niko, jemi në transmetim live dhe nuk mund të flasim njëkohësisht. Vare koncepti çdo njeriu në këto rrethana të tilla. Po kur je familja që mbash familje të fortë, nuk do të mendosh gjëra të mëdha, do të mendosh shumë të vogla. Niko, e mendon që emigracioni, largimi jot i detyruar për të punuar, si histori shqiptare, largësia mund të ketë sjellë këto probleme? Jo, problemi kanë ndërtuar vetëm nga paftësia e Eldonës, nga
Një njeri që s'mundet do të me odeta në jetë, do të përpiq ajo, ka pas dëshirë për punë, por nuk mundet. Po? E nga pamundësia i bën këto gjëra. Nga pamundësia i bën këto gjëra, këto trodhtime, këto fshehje e djalit, këto lidhur me njerëz të tjerë, që të tërheq vëmendje. Edhe kur krijon probleme kështu që të plagoset dikë, është e lumtur, shumë e lumtur. Në këtë rrethana është shumë e lumtur. Problemi është që ajo nuk ndeti thjesht në bisedë. Ajo guxoi dhe iku. Prandaj kur ju analizoni, më fal. Ka një trajtim se ju jeni në moshë të re dhe duhet ta konceptoni pak më ndryshe. Është tjetër problemi që ne do kemi këto kushte, këto mundësira, do t'i plotësojmë aq sa mundi me tjerë, dhe është tjetër jeta afektive, lidhja juaj dhe ideja juaj që të jetë e përbashkët për të bërë një jetë në familje dhe për të vazhduar. Ju përveç se plotësimit të këtyre nevojave të gruas, bashkëshortes tuaj, a flisni që cila do ishte jeta juaj? Cili do ishte pas 10 vjetë, 7 vjetë? Ne flisni shumë. Po pra, unë flisnja shumë për këtë pjesë. Si e mendojnë t'ju? Unë flisnja shumë për këtë pjesë, pa të se kisha bashkas edhe njërë. Jo nuk dilte në këto anë, farë. Ase edhe njërë. Do më thënë thjesht ishte komunikimi për plotësuar disa nevoja materiale që duheshin për jetesën e përditshme. Ajo nuk bashkoshe, sepse ka pasur qëllimet e fshetë. Ka pasur qëllimet e fsheta gjithmonë. Ajo ka punuar për ndarjen e familjes. Zoti Miço, e kuptoj, do t'ja fjalën, do flasësh. Unë do t'i të tëra shpenzime. Ajo ka për të bazë njërë. Ska rësi, ajo ka punuar kundër familjes. Zoti Miço, e kuptoj qartë. Ajo që nga Tresa Gjitë. Ajo ishtë në lafët, të kuqen e bën të zejtë. Janë specialistë për ato gjera, janë mësuar me ndihmë ekonomike, me gjërat e këtilla, do të edhe mbalt. Pse e bën, lind pyetët, mund të bësh pyetje ti pse e bën atë. Mund të pyet. Po, pse e bën? E di pse e bën? Se ajo u lidh me të parin. Me nuk e di miq kur është lidhur që erdhi i bësh pyetje. Unë kam shtëpinë një fshat Stropan, e keni dëgjuar? Po, në zonën e Devollit. Unë këthe nga Stropan i kam. Po të që nga Stropan i shpje pare 2, 3, 4 është i mja. Ta që kur vjen tjeti një nga bilishti, si ka mundësit më sy dhe shpija ti, po të vijë të pesku e ka shpini Ibrahim, po të vijë dhe shpija ti. Pra, ju e pranoni që e ka trathuar djalin tuaj? Nusja e ka trathuar djalin? Po, 200%. 200%. Kur erdhi puna, edhe policit e tha ajo. Por gjithsesi Niko, djali juaj e fali tradhthin. Jo, e fali, po ja fali me tërë si familjen. E bëri këtë ka bëj falja për hir të fëmijës. Por pse për hir të fëmijës? Zoja Nexhi, për herë dëgjoj këtë, për hir ndoshta gratë falin më shumë, le të themi burrat për hir të fëmijëve dhe nuk prishin familjen. Ky djalë i ri Nikos, do t'ja bëj pyetjen dhe Nikos, thotë e fala për hir të fëmijës për të vazhduar jetesën. Jo, ky se lite, po ne ju vëneve. Ju, se Niko ti ke dashur ta divorcosh. Akoma sot ata thonë ne bëm këtë punë, po shkon si dolli. Po, të lutem, Miço, do më lejosh ta dëgjojmë edhe Nikon, ëh, mos keq kuptojmë në ato që thotë. Ju keni dashur ta divorconi. Mund të bazohet njeriu për rritë fëmijës, sepse kanë justifikime të një pjesë të njerëzve, edhe Shqipëri përdorin shumë. Unë të thashë që unë e fala arsyeja e vetme fëmija normale që futet në këtë pjesë, është mësaj qartë, se fëmija jonë se gjithë fëmijët. Po, gjëja më e rëndësishme, kuptohet për prindin. Normale, fëmija sot është 6 vjeç se di numrin 1, e psikologës i tha nuk e di. Unë e fala se kishte 10 vjet që dohet të mbyte. Unë të thashë, kur thotë një fjalë sot e kur i ngushtohet laku, ajo e bën me vërtet një veprim të tillë. Do të thënë unë humba, do më çoj burri filan vend, unë do bëj ekstrem. Për këtë arsye pastaj e fala. Ky xhez zonja Nexhi si mund ta marrim? E fala se ajo do shkonte në vetvrasje, thot. Babai nuk e qasti në shtëpi. Është video me figurë. Ja, një sekond të lutem. Unë mendoj që taktikisht ka vepruar shumë mirë. Po shumë mirë. Se ndoshta është rënditur aq shumë në ato momente që mund të bënte një veprim ekstrem. Kështu që ju jeni treguar human, edhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Nuk është synuar se dra juaj. Nuk është turp, do më thënë që të bësh kompromisat. Jo, se drajime u sënua, që në momentin që erdi personi, edhe unë jetoj për një fytyrë, nuk kam 2 edhe 7 fytyra. Por, ama, njeriu s'kap se nxitohet. Jo të më bëj përsëri prapë. Ja, një minutë. Njeriu s'kap se nxitohet, sepse koha nuk mbaroj, është një kohë mbrapa atij momenti që le të qetësojnë gjakrat, të diskutohet në qetësi, të shikojë se ka një arsye të vërtet të kësaj historie, që lidhja e dashurisë ka marrë fund, që përsa nuk ka funksion më, apo do më thënë ishe një, si tu është një aventurë e momentit. Kështu që për momentin të ju keni vepruar mirë. Ndoshta mirë, ndoshta dhe s'ka vepruar mirë, po ta dinja rrethana si mund të esim në këtë moment që jemi, s'do kisha vepruar ashtu, se meriton të ta çonja edhe mirë ta të
Por babai insistoi që ti mos ta ndaje. Gjithë kemi qenë. Bëre këtë gjë. Gjithë kemi qenë këtë. Ndoshta e dëmtove E djalin. di përse e mbera. Se sot ata janë të divorcuar. Se ajo, gjithmonë na thoshte, unë do të gjej rastin, do ikësh edhe djalin do ta shkoni këtej. Vetëm për atë fëmijë kam bërë. Erdhi momenti. Edhe atyre djeve të mëdhenj. Këto janë shantazhe shumë të turpshme. Nuk është kjo historie juaja, këtë histori e dëgjojmë nga do, jo vetëm në Shqipëri, domethënë për shqiptarët tu, po dhe jashtë, po ndodh edhe në situatë nacionalitetet të tjera, që gjithë një fëmijë përdoret si shantazh për të detyruar tjetrin të jetë në atë lidhje, ose edhe për të bërë lëshime. Po pra zonë, kjo e lidon për e përbërë këtë fëmijës. Me të tesojmë, ato problematika tesoj që ishte punë, zvajti, unë mbilën nga 12 fasule, njëherë nuk, odi 3 fasule, nuk e një fshati. Menja gra, me 20.000 leka i pagonja. Pagonja në 120.000 leka, 6 graq menja që i mbilën ato 12. Niko, problemi është Niko, do të pyes, do dalim vetë djali, patjetër. Ne djali dhe në personi që u fut në jetën time. Po, do i flasim gjitha, duke ditur që ditën e sot me koha televizive nuk është në dispozicion, do shta nesër ju mund të jeni prapë në program për ta vazhduar këtë histori dhe me shpresën që Elidona Keqo është duke na ndjekur dhe mund të reagojë ditën e sotme. Por do të bëj një pyetje, Niko, dhe pa të gjykuar. Pak të thjeshta se nga fshati jemi si kuptojmë. Jo, unë flasë një gjuhë të thjeshtë për të gjithë dhe do më kuptosh shumë qartë. Zoti Miço, të lutem, nuk mund të flasim një herë se nuk dëgjohemi në transmetim. Niko, ju që në fillim programit më deklarua që kur u dashurova e dija që kishte probleme, nuk ishte aftë. Po, vetë kur bëti shtazane, jo në fillim. Skana si njeriu duket me sy shtarës. Aja është 1,28 m. Por çfarë mbaj një grua të tillë 7 vite kur ti nuk ishe, le themi, komod me atë bashkëshorte? Pse e mbajte? Se unë nuk mendoj që gruaja mbahet për mëshirë. Unë nuk mendoj që një grua e mban burrin e saj për mëshirë. Po jo me për mëshirë nuk mbahet atë të asgjë, pa edhe për mëshirë mund të mbahet. Por këtare thanë atë këtilla që kam qenë unë, domethënë Greqi, andaj e bëm atë djalin edhe përse tash mos rrit se ajo djali me nënën e babë kur unë mundша. Tash njeriu s'mund të gjejë atë që dëshiron gjithmonë asnjëherë. Se këto sakrificat... Qoftë mashkulli, qoftë femra, s'mund të gjejë asnjëherë. Është një arsyetsim real. Po. Nuk është as i pari as i fundit. E vërtet. Njeriu gjithë i mendon në sensin pozitiv që... Pikërisht. Kam gjetur tani një grua, është mama e një fëmije. Po, fëmija, domethënë... Mos them me disa gjëra të tjera, që ajo i kishte qef edhe këto në për këto zonja që këndonin, e ke pasur se mua më thoshte disa herë. Kam takuar X quna, X kështu, ti më rastis. Si, se nuk e kuptova, shkonte në për... Ka pasur qef edhe këto, po. Po quare mua. Unë ajo pra është njeri që përzihet me të gjitha, nga pak. Do të fitoj, në fund i ben ka urmat gjitha. I nga tron gjitha, në fund do të fitoj. Është specializuar për to. Shiko, këtë ide se tani kur rrethua një gjë publike, ne duam që të influencojmë pozitivisht nga ata që na dëgjojnë. Unë e quaj të arsyeshme shumë bukur që si thoni ju, që në fundit edhe ju krijuat një familje, dojë që të kishe domethënë një djalin të arrisje me nënë dhe me baba, dhe ideja deri këtu është pozitive. Tani që të fillosh të hedhësh domethënë të tjera që ishte e tillë e tillë, ato duhet ja kishte thënë në kohën e bashkëjetesës. Në kuptimin për t'i korrigjuar disa gjëra, sepse normalisht jo çdo lidhje është e përkryer dhe që në fillim, po dhe në vazhdimsi. Po duhet i rregullosh në vazhdimsi, pikërisht. Këtë po thosha, domethënë shumë mirë që gjërat dhe rregullohen, thuhen për të rregulluar dhe për të bërë një familje unike, si thua në interes të atij që ka ardhur, po njëkohësisht në interes të dy palëve, se nëse nuk ndjesh mirë atë lloj lidhje, çfarë ka që ekziston, se nuk është një ditë edhe dy, ja ju thoni 7 vjet, po familjet shkojnë edhe 17, 27, 27 e tjerë. Kështu që ideja është që jo për t'ja vënë tani ato të meta të duke. Nuk ja vënë tani. Thjesht për të qenë, si thuash, objekt i përmirësimeve, sepse siç keni ju pretendime për atë, dhe ajo natyrisht ka patur pretendime për ju. Që urojmë që zërin e saj ta dëgjojmë, por s'ka, unë e di çfarë pretendime. E di çfarë pretendime ka ajo. Sepse duhet jemi dhe në anën e gruas, ta vëmë vetë. Atë kam qenë gjithmonë, deri momentin këtë vit, që e pash me dikë tjetër. Që ma fshevi djalin, më personovi në sy të djalit, edhe vllai i këtij personi, që unë si një farë, kush janë këta? Kjo është ajo Elidon, që sot e merret e jati për krau, është për një burr tjetër. Po kjo morali... Por më lejoni të bëj një shkëputje të detyrueshme për të kaluar në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë.
Mirë, jemi rikthyer në studio. Në fakt, zoti Miço dhe Niko, duke ditur që keni ardhur nga larg dhe kuptoj orë të tëra keni udhëtuar nga një fshat i Devolli për të qenë sot prezent në studion e emisionit Pa Gjurmë, për shkak të kohës televizive jam detyruar të respektoj orarin e Pa Gjurmit të transmetim. Ndoshta mund të rrini sot në Tiranë dhe nesër të jemi sërish prap në studio për ta vazhduar këtë histori, sepse problemi është akoma madhor dhe nuk është ende gjysma e historisë transmetimin e sotëm. Por dua të vazhdoj me ty, Niko. Ju e vazhduat jetesën me të, gjithçka u kthye në normalitet pas asaj ngjarje të rëndë që një panjor erdhi në shtëpi? Që atë moment normalitet ama jo, sepse është ajo ftohtësia që e ndjen njeriu në vete, në xhan, pavarësisht që ajo atë priste dhe atë arriti, sipas mendjes së vet. Nuk i thash ndonjë fjalë të keqe, nuk e trajtova keq, vetëm njëri kam thënë 2 fjalë, po prap falje kam kërkuar, as edhe një gjë më të keqe. As edhe një gjë. Lekët pasaj nuk i dërgova me, i dërgoj një nga pjesë e babit, qarkullonin për pjesën e nevojave. Dhe në këto ishte ndryshimi ndaj meja. As gjë kundi tjetër. Pra, le të themi që vut kufizime. Marrëdhënia juaj mbaroi, se unë kështu e kuptoj. Në momentin që ke një marrëdhënie me gruan, ti i dërgon lek me Western Union, a vetë i tregj dhe ti i vë disa kufinj, duke sikur ajo marrëdhënie po shuhej. Jo, unë prapë i afruar ishëm atë, thjesht lek nuk i dhash në dorë. Të shkonte ti trishte vetë, vetëm kjo, as gjë tjetër. Pse e bëre këtë gjë? Për mos i dhënë pavarësi ekonomike, për ta frenuar, për çfarë? Për asgjë, që ta kupton të gabimin. As farë lesë kërkovi, as një gjë. Po prapë gjërat e nevojshme i kishte. Edhe unë kur vjen në shtëpi, mirë, dilmin. Nuk u kishte kufizime për gjëra të tjera. Fjalë urrëties, fjalë të keqe, as edhe një herë, se jam person i tillë. As edhe një herë, as edhe një herë. Pasi e zbulova këtë vit në Korë ku ishte diku tjetër, se u përpoqja prapë. Shkurt, mars, prill, maj. Po, do më tërgoni momenti si iku. Zoti Miço, që të përmblidhemi ditën e sotme në këtë histori. Se unë gjithë një dyshoj që largimi i djalit nga shtëpia, i detyruar për të punuar, sepse fatkeqësisht ne e dim, jetesa në fshat. Jo thotë që nuk është në kollot të fëmijës, po të rinte ky bëshin të dynish, ajo në shtëpi sponante. Të rinte ky me këto zëja jo. Jo, e qartë e kuptoj. Largimi i djalit drejt Greqisë për të punuar e detyrueshme për sjellë të ardhura, ndoshta e ka prishur marrëdhënie zonjani. Gjë më ndodh shpesh që shumë çifte largimi nga njëri tjetri. Tash erdhi koha që shkojnë tash. Nuk besoj të arsyeja ajo. Nuk besoj fare, sepse ajo kur isha në shtëpi më thoshte shko Greqi, kur isha Greqi shko hajde këtu. Thjesht nga që s'ka mëse të merrse gjatë jetës ajo edhe thjesht deshte të merrse me këta njerëz. Pavarësisht ja mora ca produkte gjermane që të punonte se më tha para 3 vjetësh 2 saka. Për ta aktivizuar në punë. Pikërisht, e thash do kesh kujdes. Se jemi në Shqipëri që bën shumë gjëra të keqe. Ke kontakt vetëm me pjesën e punës, as gjë tjetër. As gjë tjetër, siç e ka porositur vetë, me miliona lekë porosit produkte, kremra e gjëra, siç e përdor çdo njeri. Domethënë ju bot një përpjekje. Pikërisht, po. Kishte një punë të vetëm. Po. Ja mora edhe mos ishte pa. Kishte një punë online dhe të shiste duke blerë. Se në shtëpi si të gjithë tash si traditë shqiptare edhe ne që kemi andaj që të fshinje rrugën asfalti nuk e bante. 2 vazo me lule nuk vadite. Një lavatriçe tash ato prizat e reja nuk kish mundësi ta vinte brenda, i thoshte mamas. Zoti Miço, por si sillej nusja? Po, do ta jap fjalën. Si sillej nusja kur djali iku në Greqi? Marrëdhënia mes teje dhe asaj. Në Greqi, shumë më mirë. Ti nuk e ankesa. Edhe ajo s'ka ankesë. Tash unë këtu se marrë vesh që kishte të rinte edhe ky të ishin të 2 papunat këtu që marrë vesh asaj. Sa ajo e fillon muhabet në fillim, vetë gjerë gjysmë pastaj fillon gjene nga e para. Pastaj haro. Që atje ta kuptosh atë kur. Po pse justifikimi i saj është që ai ishte larg me edhe unë ika për shkak të kësaj? Këtu e kanë nxjerrë. Nuk e di unë këtë punë. Pasoj ndaj mua njëra u ka qenë, domethënë rrallë, gjen febër, rahat në që ka qenë ajo. Po Nexhi. Unë do të thoj një gjë, Odeta, sepse domethënë kur hapen këto problemet sociale, problemet familjare, natyrisht janë shumë delikate. Janë delikate, por ka dhe ide nga më të ndryshme. Shpesh ndodh, na ka ndodhur edhe këtu në studio, apo edhe në studio të tjera, që një nga arsyet që ndahen çiftet janë pikërisht sepse njëri është në emigracion. Natyrisht, ka gra të cilat nuk e pranojnë këtë gjë, dhe është e drejta e tyre të ndahen. Gjëja më dinjitoze është e para njerë që ti do ta njohësh fillimisht, qofse është në kushte që ai ishi detyruar, se s'ka mundësi tjetër për të jetuar. Do ikin në emigracion, ti nuk e pse martohesh me një njeri të tillë. Kjo është më eksakt. E dyta, në qoftë se, domethënë, gjatë jetës, gjatë viteve të para, e shikon që nuk ja del dot në Shqipëri. Shumica e shqiptarëve, treqereku, ka nikur pikërisht për arsye ekonomike.
Qereku mund tjeti asaj popullsie që ka ikur ndër vite, ka shkuar për bërë studime, për arsye politike, për karriere, ose kanë kërkuar një shansë më të mirë, o ka shkuar ke familjarët e tyre e tjerë. Pra, në këtë kuptim, kur ka qenë arsye ekonomike, atëre njerëzit me mend në një çift e konsultojnë këtë gjë. Nëse ne rrim këtu, edhe kemi një fëmijë për të rritur dhe duam ca kushte më të mira nga këto që na kanë siguruar prindit, o që na i siguron jetesa në fshat, apo diku në një krahin të largët, etj. Atëre si do bëjmë? Pra duhet një mendimi përbashkët. Atëre njëri sakrifikon. Thënë që ai lë familjen e vet, që i punon në një vend të huaj, që nuk ka ngrohtësinë e familjes vet, nuk ka gjuhën e vet, nuk ka vendin e vet, se tani e kanë provuar të gjithë shqiptarët se çdo thotë të jesh jashtë kufive të Shqipërisë dhe të rrish, të jetosh, punosh pranë njerëzve të tu, nënës, babait, kushririt, mikut, krushkut, gjusku, tënde, vendit tënd e tjerë. Pra, bëhet, si thua, arrihet në një marrëveshje që shiko, do sakrifikojmë 3 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë. Edhe nuk është kështu një devize për caktuar ajo. Iku burri, o burrandajmi. Jo, njerëzit me mend arsytojnë, unë sa përfitoj nga kjo ikje e burrit dhe sa humbas. Qose unë shikoj që më del bilanci pozitiv, që unë zgjidh problemin ekonomik, i siguroj një tartë me ndoshta dhe dokumentat për të shkolluar fëmin diku jashtë shtetit, po unë do ta bëj këtë sakrificë 5 vjetë, 10 vjetë, pra ka ca mendje që duhen vënë në punë. Nuk ka llogari shkurt, 2 dhe 2 bëjnë 4, jo, ka mendje të cilat arsyetojnë me shumë logjik, me shumë dashamirësi, në qoftë si po gjithnjë, qoftë se ke njeriu që e do. Qoftë s'ke njeriu që e do, atëherë dalin të ndarja dhe divorci. Mirë, më duhet të bëj një shkëputje të detyrueshme, Niko. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe mua më vjen keq që kam thënë disa herë Miço dhe Niko, ndoshta ditën e sotme nuk ishte koha e plot televizive që ne të jepnim të gjitha detajet e kësaj historisë dhe ende nuk u kuptua për çfarë keni ardhur, por dua ta them dhe për publikun, keni ardhur për nipin tuaj 6 vjeçar që fatkeqësisht nuk e takoni. Niko, nesër do jesh prapë në studio së bashku me babain, do jetë sërish të zonja Nexhi. Nëse ish bashortja Elidiona Keço të ndjek, ke një mesazh që do t'i përçosh? Ta kthej djalin se e di që është më mirë në mua, e di me 1000%, e tjetë e lumtur aty ku është, edhe djali do t'i mungoj asnjëherë. Kështu që etsohet gjithçka. Po s'ke nevojë për atin 100 që... Na mori lumit e... Atin 100, më mirë t'jap më atin 100.000 leka, e vetëm djalë mos e leme. Ose përdor atë fëmijë si gjuna. A është drogaxhi, a është burgaxhi, a është njeri më... Janë më vonë ato, babi. Për partnerin që aktualisht ajo jeton. Mirë, nëse disa gjëra nuk doni t'i bëni publike, është edhe nga juaj, por vetëm uroj dhe shpresoj që Elidiona Keço të na ndjeki në këtë transmetim, unë uroj që nesër ne do jemi sërish me këtë histori, uroj që ajo të reagojë, mund na telefonoj dhe në orët e ditës, por do doja që edhe zëri saj të dëgjohet nga studio e emisionit Pa Gjorm. Faleminderit Miço që të pata në studio, faleminderit Niko, do takohemi nesër, më mirë kupto. Edhe një të fundit. Po, vetëm shkurt. Si ka mundësi, ku është parë dëgjuar historinë botërore, që një femër të vej për ditëlindjen e babës, të ketë gjitha kushtet e mira aty ku ka jetuar kaq vjet, e ta marr baba edhe ta çon në burr tjetër. Se babai e ka çuar në burr tjetër? Me t'jatin i bën gjitha, se nuk di tez vetë. Kjo që nga e rënd, po do diskutojmë nesër dhe uroj t'jetë dhe zëri saj. Faleminderit Nexhi, faleminderit Miço, faleminderit Niko. Mirupafshim miq, takojmë nesër për vazhdimin e kësaj historie me shpresën që ky baba do i dëgjohet zëri nga studio e emisionit Pa Gjurmë dhe do bashkohet me të voglin e tij. Mirupafshim.